Po jo, hona, jemi në linje, kështu vazhdojmë të raportojmë nga klinika kirurgjisë së fëmijëve apo kirurgjia pediatrike. Në fakt nuk janë të rralla rastet kur grushtohen mjekët në qendrën klinike universitare, kemi raportuar dhe disa muaj më parë dhe në të kaluarën ka pasur raportime në vazhdimsi, por ajo çfarë ka ngjarë në një klinikë të fëmijëve që do duhet të paktën mjekët ishin pjesë në një programi të operacionit, të operative, ata kanë filluar ditën me grushte. Në fakt ky incident ka nisur që nga e premta gaburimet brenda klinikës së kirurgjisë, na shton që në kolegjumin e mbledhjes që kanë të zakonshme kirurgët, lidhur me një rast me një pacient, aty ka filluar përplasja mes dy kirurgëve, njëri me inicialet BPK dhe tjetri me inicialet GPK, ku janë ofenduar, janë përplasur verbalisht, themi kështu, kanë pasur pra fjalosje dhe kjo më pas ka kaluar në personale, gjë që është zakonshme pothuajse në shoqërinë tonë, anëse nuk përjashton edhe profile të tilla të qendrit mjeke, specialistë dhe me një karrierë disa vjeçare. Ata kur janë takuar sot në mëngjes, ta dy, njëri ka qenë brëm kujdestar, pra kur e ka kryer ndërimin për të shkuar në shtëpi, dhe tjetri kur ka nisur ndërimin e punës, janë takuar në një ascensor në ansore këto në klinik, dhe ato dhe kanë kaluar në një incident fizik, ku njëri nga ta ka njoftuar edhe policin, janë marrë deklaratat nga të dytë, pra ai që ka qenë kujdestar dhe që ka qenë sot që është dashur ta kryejë ndrimin, ka shkuar më pas në shtëpi, tjetri vazhdon të punojë, sot gjatë ditës është pra bëhet fjalë për kirurgun GPK, megjithatë ai nuk mund të jetë pjesë e sallës operative, kuptohet për shkak specifika vëndjeshmërisë që i ka kirurgjia dhe për gjithë situatën që ka ngjarë në fakt. Dhe drejtori i klinikës më të marr informacionin, ai ka thënë që na ka thënë zyrtarisht nuk kemi qenë në prezencë, nuk e dim se çfarë ka ngjarë, megjithatë rasti është proceduar dhe në komision disiplinor, edhe policia i ka marrë deklaratat nga ta, dhe kështu ka ndodhur pra në klinikën e kirurgjisë, disa kolegë të tjerë janë shprehur të indinjuar me këtë situatë, na janë thënë jo zyrtarisht, sepse edhe kjo të themi nuk i është dashur shëndetësisë publike për kundër problemeve që i ka sistemi që ne raportojmë në vazhdimsi. Disa muaj më parë ne kemi raportuar ekskluzivisht për një sulm fizik dhe incident të gjajshëm mes dy urologëve në klinikën e urologjisë, ku pikërisht kishin pasur të lashe dhe incidenti që kishte nisur për plan programin operativ për pacientët, dhe madje njëri nga ata ishte suspenduar me masë disiplinore edhe në punë edhe me përgjysmimin e pagës, dhe mbetet me u pas se çfarë vendimi ka me marrë komisioni disiplinor edhe për kirurgët aktual dhe si do të sankcionohen tutje, dhe në fakt nuk është që kemi parë një reagim të odës së mjekëve apo që e monitorojnë edhe etikën e punës së mjekëve, sepse nuk janë raste të rralla dhe shpesh siç duket edhe është normalizuar, po e marr këtë komoditet për të komentuar mbasi e njoh mirë sistemin, është normalizuar pas suspendimit rikthehen në punë dhe vazhdojnë të tilla grupacione brenda klinikave që në fakt nuk i bëjnë mirë as institucionet e aq më pak pacientëve kur dëgjojnë lajme të tilla. Që një klan i doktorëve mblidhet kundër një tjetrit, në këtë kuptim po e thua? Po, ndoshta edhe s'ke shpreha më e mirë duhur, po pikërisht kur ka të lashe të tilla edhe grupet krijohen, dhe kjo është e ditur, kjo është një sekret publik që funksionon, dhe si shkak i të tillave raste, jo vetëm me këtë rast, nuk aludoj pikërisht lidhur me këtë rast, por edhe në situata të tjera lindin më pas edhe konflikte dhe që quajnë deri te incidentet. Pra, institucionet duhet jenë ato që të bëjnë norma më strikte dhe në fund ta luajnë rolin e profesionistit edhe diskutime profesionale dhe gjetio, sepse thash, duke përcjellur gjatë këtë sektor, nuk i duhet shëndetësisë dhe sektorit publik për kundër problemeve që ka dhe besueshmërisë të qytetarëve ka shikë për te komenteve, edhe një informacion më intereson, ka arrit ta kuptosh cilat ishin shkaktarët dhe a është e vërtet zëra që qarkullojnë se aty ka grupe që kanë edhe grupe interesi në fakt ekonomik brenda institucioneve. Jo, nuk mund të flas për to gjëra të grupet interesit apo gjë të tjera. Unë thash shkaktare, ngjarja ka nisur me një rast që ata kanë pasur përplasje, një konflikt mbase profesional në kolegjium, në mbledhjen e kolegjiumit të premtën, e që ka kaluar më pas në personalin, në ofendimin, në nëshmime fjalosje, gjë që e kanë thënë disa burime dhe kolegë që kanë qenë të tyre në atë mbledhje, e që ka vazhduar, ka kaluar sot në personale, pra edhe ka pasur një sulm fizik. Kjo është sa i përket gjithë kësaj situate, që ne kemi raportuar edhe në portal në kohë reale, edhe tani të kjo, sigurisht do të kemi edhe një kronikë për lajmet e orës 20 dhe do të presim edhe një konfirmim nga policia në raport më të detajuar se si janë qasur këtij rasti. Faleminderit, Arbreshat, faleminderit shumë për gjithë punën që bën, në fakt edhe për të lidhje të drejtë për drejtë edhe për këto ekskluzivitete. Kënaqësi të kishim dhe ndjes që pritet. Është koha të shkëputemi, do të rikthehemi shumë shpejt, do ta shohim një material dhe do t'i kemi edhe dy lidhje direkte. Shihemi për pak.